4. Sistemi zgjedhor dhe i përfaqësimit, forcimi i demokracisë vendore, synon forcimin e demokracisë vendore ky sistem, rritjen e përfaqësimit të komuniteteve dhe afërsinë e vendimarrjes me qytetarët. Në të njëjtën kohë shqyrtua alternativa për përmirësimin e sistemit zgjedhor vendor me synimin për të forcuar përfaqësimin demokratik dhe lidhjen ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve vendore. Diskutimet dhe përfundimet u përqendruan në modele që do rrisin llogaridhënien dhe të zgjedhurve vendor, që do garantonin përfaqësimin më të mirë të komuniteteve dhe do të mundsojnë pjesëmarrje më të gjerë të qytetarëve në proceset vendimarrëse lokale. 4 këto sisteme janë të ndërvarura, ndryshimi vetëm i njërës prej tyre sjell zhbalancim edhe të tjetrës, prandaj dhe rujtja e ekuilibrit ka qenë një nga qëllimet dhe synimet e punës së ekspertëve tanë. Gjithashtu u përcaktua dhe u dakordësua që propozimet konkrete për organizim territorial paraqiten vetëm pas miratimit kritereve dhe metodologjisë përkatëse. Për çdo bashki të re të propozuar u parashikua hartimi një karte arsyetimi e mbështetur në analiza territorit, popullsisë, identitetit, potencialit ekonomik, kapaciteteve financiare, ofrimit shërbimeve, aksesit qytetarëve, përfaqësimit demokratik dhe të një raporti kosto-përfitim. Kjo qasje synon të garantojë që asnjë propozim territorial të mos paraqitet pa një vlerësim të plotë të fizibilitetit dhe qëndrueshmërisë së tij. Për ne, harta e re territoriale do të prezantohet në përfundim të procesit. Sigurisht ka një parakalim, sepse ky parakalim erdhi për shkak të mënyrës sjelljes së Partisë Socialiste, por në të gjithë punën e tij komisioni ka konsideruar të gjithë këte metodologji, kritere, parime dhe sisteme, të cilat më pas kanë produktuar dhe